Përshëndetje. A mund me fillu? Edhe njëherë më lejoni t'ju falenderoj gjithë juve për prezencën tuaj të vazhdueshme në përcjellje të seancave të papërmbyllura konstituive të Kuvendit. Kemi ardhur në një situatë paksa paradoksale në raport edhe me kërkesat edhe me veprimet e përfaqësuesve të partive opozitare të deritashme, të cilat këtë periudhë kohore gjatë së cilës do duhej të ishin aktivisht të angazhuar në votime, cilat nuk po marrin pjesë për konstituimin e Kuvendit, po e shfrytëzojnë për të ngritur çështje, të cilat nuk mund të kenë asnjë efekt, as juridik, as politik, apo ndonjë efekt real në vendimarrje, siç është rasti me çështjet e ndikimit apo vendimarrjes tek ZRI-ja, apo edhe çështje tjera të cilat në ndërkohë po ndodhin për qytetarët e Republikës, dhe duke i shfrytzuar këtë hapësinë, po bëjnë veprime të cilat e para bëjnë shkelje në Kuvend se nuk marrin pjesë në votim, e dyta mbledhin nënshkrime për çështje që nuk mund të kemi asnjë vendimarrje. Me të vërtetë, nëse duam t'ju ndihmojmë qytetarëve të Republikës, nëse duam të kemi vendimarrje të plotë, qoftë përmes mbikëqyrjes të trupave të pavarur të cilët i raportojnë Kuvendit, hapi i parë është pjesëmarrja në votim në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Përmbyllja e zgjedhjes së kryetares së Kuvendit, nënkryetarëve të Kuvendit dhe vazhdimi me rrjedhjen e afatit për qeverinë. Ardhja këtu, mos pjesëmarrja në votim, ngritja e çështjeve të cilat nuk mund ta kenë asnjë efekt real përveç një politik ose përveç një propagandë të tyre se kinse po brengosen për bizneset apo për qytetarët e Republikës është e pakuptim. Prandaj edhe një herë i themi se kemi seancën gjithsesi vazhdimin e radhës pas 48 orëve që të vinë të marrin pjesë në votim. Kam qenë tërësisht të hapur edhe me përfaqësues të partive të opozitës drejt për drejt. Merrni pjesë në votim, nëse nuk jeni për votimin me procedurë të fshehtë, gjithsesi votimin e fshehtë, rrëzojeni. Tashmë është e ditur se sa vota janë në favor të procesit të votimit të fshehtë. Këta nuk po marrin fare pjesë në votim. Këta po e bëjnë një shkelje e cila është e definuar qartë edhe në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, në të cilin ceket që të gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës pjesëmarrës duhet të marrin pjesë në seancën konstituive me anë të votimit, për kundër apo abstenim. Këtë nuk po e bëjnë. Prandaj është sa paradoksale të vihet këtu të marrim edhe kohën tuaj të çmuar, edhe të qytetarëve të Republikës, të cilët besoj tashmë me 14 vazhdime të një seance e ndjejnë peshën e problemeve me të cilën ne po ballafaqohemi, por që asnjë zgjidhje nuk mund ta bëjmë as për ata, e as ne këtu në rast se kemi këtë çështje të opozitës. Mos pjesëmarrje në votim dhe ngritjen e çështjeve që nuk mund të kenë asnjë efekt. Do thotë mbledhja e nënshkrimeve këtu për të ngritur çështje me zyrën rregullatorit të energjisë nuk ka kuptim. Se është e qartë, është e paraparë edhe me rregullore të punës, edhe me ligj, se po ZRI-ja e raporton Kuvendit në Komisionin për Ekonomi. Ne nuk kemi ende kryetar të Kuvendit e nënkryetar të Kuvendit e LRM konstituim të komisioneve, të cilat duhet të bëhen nga grupet parlamentare. Që të njëjtit që po i mbledhin nënshkrimet e kanë mundësinë të marrin pjesë në votim dhe të kryhet e gjitha kjo procedurë. Prandaj, edhe një herë, po themi kemi edhe 48 orë në ndërkohë që mund të hyjmë në një proces i cili e zhbllokon këtë bllokat të pakuptimt dhe paradoksale me imponime të cilat nuk ju takojnë në përzgjedhje të kandidatëve nga ana jonë për kryetar të Kuvendit, njëjtë sikurse ne nuk do ta bëjmë përzgjedhjen për nënkryetar të Kuvendit nga ana e tyre. Si e pari punës të janë dy procese të ndara, nuk është i njëjti proces. I pari proces ka të bëjë me konstituimin e Kuvendit dhe natyrisht, siç e ceket me të drejtë, Partia Demokratike e Kosovës përmes kryetarit të saj është përgjigjur pozitivisht në takimin për çështje të mbarvajtjes së seancës konstituive, gjithsesi procedurës për votim, gjatë së cilës është ofruar nga ana e kryeministrit Kurti që të votohet kandidatja për kryetare të Kuvendit, dhe ajo, domethënë, nuk është emër që ne po negociojmë për të, në të njëjtën formë se si nuk do të kërkojmë ndryshim emrave apo negociojmë për emrat që ata do i ofrojnë për nënkryetar të Kuvendit. Do të thotë në aspektin e bashkëqeverisjes nuk ka pasur diskutim dhe nuk do të ketë diskutim. Dhe kjo ka të bëjë me zgjedhjen politike dhe vendimarrjen në aspektin qoftë
të kompatibilitetit programor apo sistemit vleror me cilin e sheh grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje të ardhmen qeverisëse. Do të thotë, këto janë, siç e thash, dy procese. E para ka të bëjë me konstituim të kuvendit dhe e dyta ka të bëjë me një fazë për të cilën ekziston një procedurë edhe një gjykim i sakt se cilat janë proceset pas votimit dhe konstituimit të kuvendit. Që në këtë rast ne nuk po e bëjmë çështje vetëm sa të themi të krijimit të shumicës me çdo kusht dhe çdo çmim, për arsye se ekzistojnë disa parametra dhe në aspektin edhe të programit edhe vleror, besoj edhe kryeministri Kurti në letrën drejtuar kryetarit të Lidhjes Demokratike i ka cekur se cilat janë disa prej argumenteve të qëndrueshme për një koalicion të mundshëm së bashku, andaj nuk do i kisha, si më thon, përzi këto dyjat si një, për arsye se konstituimi i kuvendit për ne është një proces cilin do të marrim pjesë të gjithë, për faktin se gjitha partitë sipas radhës apo sipas numrave të deputetëve të fituar propozojnë në këtë rast 3 partitë kryesore shqiptare nën kryetar dhe nën kryetar të kuvendit. Në të njëjtën ftesë treguan edhe arsyet pse jo me PDK-n. Në lidhje me pyetjen e parë, përgjigjja ime do të ishte çka nëse ne ndryshojmë emrin dhe pastaj kërkojmë ndryshim emrit deri edhe një 14, 15, 20 seanca tjera për nënkryetar të kandidatëve nga ana e Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike. A është ky një proces i cili është i pranueshëm për ta? Domethënë, zgjedhjen për kandidatin për kryetar të kuvendit e bëjmë sipas premisave edhe të vendimarrjes së brendshme dhe krejt çka ofron personalitetin këtë rast i zonjës Albulina Haxhiu. E dyta, në asnjë formë ose mënyrë nuk po instrumentalizohet zonja Haxhiu. Zonja Haxhiu brenda grupit parlamentar e ka mbështetjen e plotë dhe është e respektuar dhe tashmë e vlerësuar nga ne si kryetari i ardhshme e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Është për keqardhje, gjuha dhe trendi destruktiv i cili vazhdon e më duhet ta ritheksoj në veçanti për kandidatet gra. Dhe është absurde që në 4 seancat e fundit kur po dështon procesi për procedurë të votimit të mbyllur, prap po dalim përfshi këtu edhe zotin Krasniqi, edhe përfaqësues të opozitës dhe po hedhin gurë dru mbi emrin e Albulina Haxhiu. Nuk është e drejtë. Ata nëse duan ta zhbllokojnë këtë proces ose këtë pikë ku kemi mbetur, marrin pjesë në votim nga 120 deputet të certifikuar të Kuvendit të Republikës për legjislaturën e 9, 57 po votojnë në favor, ose 56 në fakt, një po voton kundër, 57 po marrin pjesë në votim në favor të procedurës për votim të mbyllur. Që 4 seanca ne jemi duke votu për procedurë, nuk jemi duke votu për emrin e Albulina Haxhiu. Prandaj nëse kanë interes që të zhbllokohet ky proces, le të hyjnë, le të fillojnë pjesëmarrjen në votim. Dhe pastaj ne dalim tek pika tjera. Por në ndërkohë, kur po votohet për procesin, prap të flitet për zonjën Haxhiu, është sa absurde, aq edhe dashakeqe, mos them mizogjene deri në fund.